Alhamdulillahi Rabbil Alamin, salatu salamu ala man la nabiyya ba'da. Sot do të jemi në vazhdimin e temave rreth asaj për të cilën profeti alayhi salatu wassalam na urdhëroi që ta shpeshtojmë kujtimin e saj. Sepse ajo e zgjon njeriu nga dehja pas bukurive të kësaj bote, nga dehja, nga bukuritë të kësaj bote, apo pas vrapimit pas tyre. Dhe kjo është vdekja. Kjo është vdekja, dhe ne kemi përmendur një sër temash rreth vdekjes, duke filluar që me momentet e para të agonisë, pra momentet kur njeriu fillon dhe largohet përfundimisht nga dynjaja. Një largim i cili nuk ka më kthim pas për askënd. Edhe sot jemi në temën e fundit të kësaj apo të këtyre serive rreth vdekjes, edhe që ka të bëjë me dallimet në grada, në nderime dhe në shpërblime që do të kenë besimtarët ndërmjet tyre në jetën e varrit, në barzakh. Kuptimi me barzakh është jeta që do të përjetohet, që do ta përjetojë si besimtari dhe pa besimtari, por normalisht me forma të ndryshme, nga momenti që largohet nga kjo botë derisa të hyjë në xhennet apo në xhehenem. Quhet barzakh. Dhe në këtë jetë besimtarët nuk do të jenë të gjithë të barabartë. Dhe kjo është nga drejtësia e Allahut. Ashtu siç nuk kanë qenë të barabartë në përkushtimin, devotshmërinë, sakrificën e tyre ndaj Zotit, sinqeritetit tek ai, edhe në shpërblime dhe në nderime nuk do të jenë të barabartë. Dhe normalisht që njerëzit apo besimtarët me gradën më të lartë janë ata që ishin me gradat më të larta edhe në dynja. Dhe ta janë pejgamberët të dërguarit nga ana Allahut subhanahu wa taala. Siç vjen kjo qartë në hadithin e asaj mrekullie dhe ngjarje të madhe Israja dhe Miraxhi. Ku ndër të tjera thot profeti sallallahu alaihi wasallam në këtë hadith, më thollën burakun, një kafsh e bardhë, e gjatë, më e madhe se gomari, por më e vogël se mushta, pra midis tyre. E vendoste thundrën e saj, pra e hidhte hapin, aty ku arrinte shikimi i saj kafshe. Hipa mbi të dhe arrita në Beitul Maqdis. Shtëpia Maqdis, qëllimi me të është Xhamia Aqsa. Xhamia Aqsa. E lidha burakun të hallka ku e lidhen pejgamberët. Sepse në këtë xhami profeti alayhi salatu wassalam u fali imamët e gjithë pejgamberët. Pastaj hyra në xhami dhe fala 2 rekate, pastaj dola dhe më erdhi Xhibrili me një enë me verë dhe një tjetër enë me qumësht. Zgjodha qumështin, enën me qumësht. Dhe Xhibrili tha, zgjodhe fitran, natyrshmërinë, pra të mirën, të pastrën. Pastaj u ngjitëm në qiell, Xhibrili kërkoi të hapet, pra të hapet porta e qiellit, dhe u tha, kush je? Xhibrili. Pra tha Xhibrili, prezantoi veten e tij, tha Xhibrili. U tha, kush është me ty? Xhibrili tha, Muhamedi. U tha, a është dërguar? Pra, ka ardhur koha që ai të dërgohet? Tha, po, është dërguar. Dhe kjo tregon famën e Muhamedit alayhi salatu wassalam. Sa lart e ngriti Allahu famën e tij, i njohur. I njohur. Dhe për të u hapën edhe portat e qiellit, e qiejve, siç do të përmendet në vijim të hadithit. Na u hap
thot profeti alayhi salatu selam, dhe pash Ademin alayhi salam. Ku jemi këtu në qiellin e parë? Ai më përshëndeti dhe u lut për mua me të mirë, për hajër. Pastaj u ngjitëm në qiellin e dytë, Xhibrili kërkoi të hapet porta dhe ndodhi i njëjti dialog apo bisedë si në qiellin e parë. Dhe aty pash, thot profeti alayhi salatu selam, dy djemt e tezes midis tyre. Yahya Isain, birin e Meremes, dhe Yahya ibn Zekerian. Pra këto dy pejgamber që ishin djem tezesh. Ata më përshëndetën dhe u lutën për mua me të mirë. Pastaj u ngjitëm në qiellin e tretë dhe aty pash Jusufin, të cilit i ishte dhënë gjysma e bukurisë, apo një pjesë e madhe e bukurisë, sepse fjala shatër i përmban të dyja kuptimin. Ai më përshëndeti dhe u lut për mua për hajër. Pastaj u ngjitëm në qiellin e katërt, pra në çdo qiell ndodhte njëjta bisedë në kërkimin e hapjes së portave. Dhe aty pash Idrisin, ai më përshëndeti dhe u lut për mua për hajër. Pastaj u ngjitëm në qiellin e pestë dhe aty pash Harunin. Ai më përshëndeti dhe u lut për mua për hajër. Pastaj u ngjitëm në qiellin e gjashtë dhe aty pash Musain. Ai më përshëndeti dhe u lut për mua për hajër, me hajër. Pastaj u ngjitëm në qiellin e shtatë dhe aty pash Ibrahimin, të mbështetur me shpinë te Beitul Ma'mur. Çdo ditë hynin në të, pra në këtë vend, në këtë shtëpi, 70.000 melajke engjëj që nuk kthehen më. Cili është kuptimi që nuk kthehen më? Pra hyjnë, falen, bëjnë adhurimin e urdhëruar nga Allahu, dalin dhe nuk i vjen më radha përsëri të hyjnë. Aq i madh është numri i melajkeve. Sa e madh është ushtria e Allahut. Allahu Akbar. Allahu është më i madhi. Mirë për ata, e sa të vegjël janë ata që bëjnë kryenëçësi ndaj Zotit dhe u duket vetja të pamposhtur, pa prekshëm, as nga Allahu. Që ushtria e madhe ka Allahu. 70.000 melajke hyjnë çdo ditë. Dhe nuk i bi më radha të hyjnë përsëri në të. Aq i madh është numri i melajkeve. Allah është krijuesi i madh. Dhe pastaj më çoi, pra fillon ngjitën, Pastaj më çoi te Sidratul Muntaha. Sidra e emër peme, dhe quhet Muntaha, kufiri i fundit. Ka kuptimin kufiri i fundit. Pse quhet kufiri i fundit? Sepse asnjë nuk është ngjitur përtej saj. Ai është kufiri i fundit. Përveç të dashurit të Allahut, të dërguarit të fundit, Muhammedit alayhi salatu wassalam. Dhe një tjetër kuptim apo interpretim që japin dietarët fjalës Muntaha, pra kufiri i fundit, është se në të ngjitet çdo gjë nga toka, ngjitet në të, dhe në të zbret apo përfundon çdo gjë që zbret nga lart, nga Allahu subhanahu wa taala. E interpretimet e tjera që japin dietarët. Dhe përshkruan profeti alayhi salatu selam dhe thot, gjethet e saj ishin si veshët e elefantëve, frutat e saj si enë të mëdha. Kur mbuloi atë, ajo që e mbuloi nga urdhri i Allahut, ajo ndryshoi. Dhe askush nga krijesat e Allahut nuk mund ta përshkruajë bukurinë e saj. Lart. Sa më lart ngjitesh, aq më bukur është. Aq më madhështore janë gjërat. Atëherë Allahu më shpalli çfarë më shpalli dhe më bëri detyrë 50 namaze në çdo ditë e natë, dhe pastaj vazhdon hadithi që takon Musain alayhis salam derisa përfundon me 5 namaze. Çfarë tregon ky hadith? Dhe ne jemi te tema e dallimit që do të kenë besimtarët edhe në jetën e barzahut pas vdekjes, para se të hyjnë në xhenet. Tregon se pejgamberët do të jenë më të nderuarit, në gradat më të larta, më të shpërblyerit nga Allahu. Sepse profeti alayhis salatu selam i takoi.
në 7 qiej. Por ndër të tjera tregon se edhe ndërmjet vetë pejgamberëve do të ketë dallime. Nuk i takoi të gjithë në të njëjtin qiell, por disa më lartë se disa të tjerë. Dhe disa nuk i takoi profeti alayhi salatu wasallam. Ti përmendte në këtë hadith. Dhe gjithashtu nga argumentet që tregojnë për nderimin dhe veçimin me këtë lloj nderimi që nuk e kanë besimtarët e tjerë, por e kanë vetëm pejgamberët, është hadithi profetit alayhi salatu wasalam, inna Allah harrama ala al-ardi ajsad al-anbiya. Allahu ja ka ndaluar tokës që të tresë, është kuptimi, trupat e pejgamberëve. Nderim nga Allahu subhanahu wa taala. Dhe në atë mënyrë që të nderon krijuesi, nuk të nderon dot askush. Dhe nderimi i Allahut është bujari e madhe, është mirësi e madhe, më e madhe se tërë ajo sakrificë që mund të bërë njeriu. Sepse Allahu subhanahu wa taala është Zoti bujar dhe bujaria e tij është e pakufizuar. Gjithashtu, nga kategoritë e tjera të besimtarëve që do të dallohen apo do të jenë më të veçanta, më të shpërblyera, më të nderuara se kategoritë e besimtarëve të tjerë janë shahidët, dëshmorët. Përse për këtë ajetit kuranor, ku Allahu subhanahu wa taala thot: "Wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun." Kurse si mos i quani të vdekur ata që janë vrarë në rrugën e Allahut, jo, thot Allahu subhanahu wa taala, janë të gjallë duke u ushqyer te Zoti i tyre. Ata janë të vdekur, Allahu i quajti të gjallë. Edhe tha duke ngrënë tek Zoti i tyre. Për cilët nga Masruq ibn Ajda', nga tabinët, thot, e pyetëm Abdullah ibn Mas'udin radhiyallahu ta'ala anhu në lidhje me këtë ajet kuranor, cili është kuptimi, janë të gjallë, ndërkohë që janë të vdekur, ushqehen. Tha, edhe ne kemi pyetur për të gjë profetin alayhi salatu wassalam, dhe ai tha, shpirtrat e tyre, pra të kujt shahidëve, janë brenda zogjve të gjelbër. Brenda zogjve të gjelbër, dhe të cilët kanë kandila të varur tek arshi, froni i Allahut, krijesa më e madhe, arshi i Allahut. Dhe Allahu nuk ka nevojë për fron, por krijon krijesa të tilla për të na treguar ne madhështinë e tij, fuqinë e tij, përsosmërinë e tij, që njeriu përulet, përkulet, dorëzohet, nënshtrohet para kësaj madhështie. Ata shëtisin në xhenet ku të duan, nëpërmjet këtyre zogjve. Shëtisin në xhenet, pra janë të vdekur, ku shpirtrat e tyre, trupat janë akoma në varr. Ama shpirtrat e shahidëve brenda këtyre zogjve të gjelbër, se si do të jenë të zogj mrekullie, se zogj xheneti. Mrekullia e madhe. Shëtisin në xhenet, pra kanë hyrë, shpirtrat e tyre kanë hyrë në xhenet. Para se të hyjnë me gjithë trup. Dhe ky është nderim nga Allahu. Dhe tha më pas profeti alayhi salatu wasallam, pastaj kthehen në ato kandila, pra ato kandila të varur tek arshi, dhe Zoti e di, Allahu e di realitetin e bukurisë së tyre, janë si një lloj shtëpie për ta shpirtra. Pra çdo shpirt ka kandilin e tij, si një lloj banese, si një lloj vend strehimi, qëndrimi për to shpirtra. Dhe Zoti i tyre u drejtohet dhe u thot, që sa e bukur kjo pjesë. Allahu subhanahu wa taala u drejtohet këtyre shpirtrave dhe u thot: a dëshironi diçka? Ata thonë, çfarë të dëshirojmë? Kur ne shëtisim në xhenet, ku të duam? Pra çfarë gjë tjetër më të mirë se kaq mund të ketë? Na nderove, na shpërbleve. Akoma pa hyrë krejtësisht edhe me trup në xhenet, na nderove dhe shpërbleve në këtë mënyrë
të shohim xhenetin, të shëtisim kur të duam. Dhe të ushqehen. Kjo pyetje u përsëritet atyre 3 herë. Ja përsërit Allahu subhanahu wa taala dhe kur ata e kuptojnë se patjetër duhet dhënë një përgjigje, e thonë: O Zoti ynë, duam që ti të thesh shpirtrat tanë në trupat tanë që të vritemi në rrugën tënde edhe një herë tjetër. Dhe kur Allahu subhanahu wa taala sheh dhe ai e di përgjigjen para se ta japin ata, se nuk kanë ndonjë dëshirë tjetër, atëherë i lë në atë gjendje të nderuar, të shpërblyer që janë. Por gjithashtu, një tjetër hadith që tregon për nderimin e shahidëve në mënyrë të veçantë ndër kategoritë e tjera të besimtarëve, është hadithi i profetit sallallahu alaihi wasallam: ma ahadun yadkhulu al-janna yuhibbu an yarji'a ila ad-dunya wa lahu 'ala al-ardi min shay'in illa ash-shahid yatamanna an yarji'a ila ad-dunya fayuqtal 10 marat lamma yara min al-karama. Thot profeti sallallahu alaihi wasallam: nuk ka askush që hyn në xhennet e që dëshiron të kthehet përsëri në këtë botë, në këtë dynja, edhe sikur të jepet gjithçka që është mbi tokë. Pra ti thuhet besimtarit të vdekur, do të jepet gjithçka që është mbi dynja, dëshiron të kthehesh? Jo, do thot. Përveç shahidit, tha profeti sallallahu alaihi wasallam. Pse? Ai dëshiron të kthehet dhe të vritet 10 herë për shkak të nderimit që i bëhet. Pse? Sepse ata bën sakrificën më të madhe, gjën më të shtrenjtë të vetme që i kishte mbetur, jeta e dhan për Allahun. E dhan për Allahun subhanahu wa taala. Pra dhe thotë Ibn Abi Izz al-Hanafi, që është komentuesi i Aqides Tahawije, thotë se shpërblimi, nderimi që do të marrin shahidët në barzakh është shpërblimi dhe nderimi më i plot ndër të gjithë ata që vdesin në shtrat, edhe pse mund të jenë në grada më të larta se ata. Normalisht përveç pejgamberëve këtu, Prandaj ne dim që do të ketë besimtar me grada më të larta se shahidët. Por Allah subhanahu wa taala i veçoi shahidët me këtë lloj nderimi edhe ndër këta njerëz që janë me grada më të larta se vetë shahidët. Nderim i veçantë vetëm për ta nga Zoti i bujar. Dhe nuk i shoqëron në të nderim askush nga kategoritë e tjera të besimtarëve. Janë të veçantë. Por janë të përbashkët me kategoritë e tjera të besimtarëve në rast se vdesin pa shlyer borxhet. Thot profeti sallallahu alaihi wasallam: yughfaru lish-shahid kullu dhanb illa ad-dayn. I falet shahidit, dëshmorit, çdo gjunaf përveç borxhit. Kjo në ato raste kur ka pasur mundësi ta shlyejë borxhin, por e ka neglizhu. Apo e ka pas ves. Shahid, por ka pas të ves. Dhe njëri pa mundësi nuk ka. Cili është vesi që nuk i shlyen të kollaj borxhet edhe pse kishte mundësi. Dhe kjo është gjë e madhe, pse? Sepse i ke hyrë në hak tjetrit. Është zullum, pa drejtësi. Dhe do të ketë nga besimtarët që kur të nisen për të hyrë në xhennet, do ndalohen tek porta e xhenetit, nuk do t'u lejohet të hyjnë. Dhe këta janë borxhlin. Ata që morën borxh, më pas kishin mundësi ta shlyenin, por nuk e shlyen. Jo për ndonjë arsye, por neglizhencë apo ves dhe gabim nga ana e tyre. Për cilët se profeti sallallahu alaihi wasallam fali xhenazën e një njeriu pas namazit të sabahut. Dhe më pas tha: a kanë nga të afërmit e tij këtu? Than: po, i dërguari i Allahut. Profeti sallallahu alaihi wasallam tha: filani
është i penguar nga hyrja në xhennet për shkak të borxhit. Prandaj tha, nëse dëshironi shlyheja një atij, e nëse jo, do të dërgohet në dënimin e Allahut. Në këtë gjë, shahidi është i përbashkët me besimtarët, me kategoritë e tjera të besimtarëve, edhe pse janë nën gradën dhe kategorinë e tij. Borxhi. Prandaj borxhi është i rrezikshëm. I rrezikshëm. Por gjithashtu, jo vetëm borxhi, por do të ketë edhe gjunahe të tjera që do t'i pengojnë besimtarët nga arritja e këtij nderimi nga ana e Allahut subhanahu wa taala. Pse? Cili është? Sepse ne mësuam nga hadithi i profetit alayhis salatu wassalam që shpirtrat e shahidëve do të shëtisin nëpër xhenet, duke qenë brenda zogjve të gjelbër. Dhe do të ushqehen, edhe banesat e tyre i kanë si kandila të varur në arsh. Por vjen edhe për shpirtrat e besimtarëve, kategoritë e tjera të besimtarëve, që do të jenë të varura në një pemë në xhenet dhe ushqehen nga frutat e saj. Por në të njëjtën kohë do të ketë edhe nga shpirtrat të besimtarëve që nuk do ta përjetojnë këtë nderim, por do të dënohen në barzakh për shkak të disa gjunaheve të mëdha që kanë bërë. Siç vjen kjo gjë në hadithin e profetit sallallahu alaihi wasallam, dhe hadithin e kemi përmendur edhe në temat e mëparshme, thot profeti sallallahu alaihi wasallam: natën më erdhën dy veta me lajke, më morën dhe më thanë: ec, eja me ne. Unisa me ta, thot profeti alayhi salatu wasallam, dhe arritëm të një njeri i shtrirë, ndërsa një tjetër qëndronte mbi të me një shkëmb gur të madh. Ai e godiste kokën e tij me gur dhe ja çante atë. Guri rrokullisej poshtë. Gjuajtësi shkonte ta merrte gurin që rrokullisej, dhe ndërkohë koka të goditurit ripërtërihej, bëhej sikur nuk ishte goditur më parë. Ai vinte dhe godiste përsëri. Dhe guri rrokulliste përsëri dhe koka e tij ripërtërihej përsëri dhe kështu vazhdonin. Pra gjendje të mërshme. Dënim i vazhdueshëm. Pyeta subhanallahu, çfarë janë këta? Pra ky që vuan dhe ky që gjuan. Më thanë: vazhdo, pra vazhdo të ecësh, të na ndjekësh ne. Vazhduam dhe arritëm të një njeri i shtrirë me shpinë, dhe një tjetër qëndronte mbi të me një grep apo çengel. Hekuri ja çante njërin anë të fytyrës deri pas qafës. Çarje e madhe, çarje e madhe. Hundën deri pas qafës, ja çante edhe hundën deri pas qafës, syrin, ja ngulte edhe në sy, deri pas qafës. Pastaj kalonte nga ana tjetër dhe bënte të njëjtën gjë, ndërkohë ana e parë e fytyrës që u ça ripërtërihej, dhe kur mbaronte me gjysmën e dytë, kthehej përsëri te gjysma e parë që ishte ripërtërir dhe bënte përsëri të njëjtën gjë, dhe e dyta ripërtërihej dhe kështu vazhdonin. Profeti sallallahu alaihi wasallam tha: subhanallahu, çfarë janë këta? Më than: vazhdo të na ndjekësh. Ecëm dhe arritëm të diçka si furrë, të nur. Të nur është një lloj furre, mund të keni parë nëpërmjet rrjeteve sociale, se këtu më duket sikur nuk ka, që gryka është ngushtë por zgjerohet brenda saj. Siç janë ato që pitin ato bukur të formë peta shtrumullarta. E kanë shumë popull musliman. Gryka është ngushtë dhe brenda zgjerohet.
Brenda kishte zhurmë dhe britma, tha profeti sallallahu alaihi wasallam. Pash brenda burra dhe gra të zhveshur. Flaka u vinte nga poshtë, edhe kur i prejte, i dishte, hidheshin përpjet, nga lemeria, nga dënimi të mërshëm, kërcenin përpjet, nga dhimbja. Thash, subhanallah, kush janë këta? Më thanë, vazhduam dhe arritëm të një lumë i kuq si gjaku. Në tonë të një njeri që kërkonte të dilte në breg. Dhe ndërsa në breg një tjetër kishte mbledhur shumë gur. Sa herë që notuesi i afroi bregut, ai i hidhte një gur në gojë dhe ai rikthehej në vendin ku ishte. Në vendin ku ishte përsëri në lumë. Dhe kjo përsëritej. Ai tentonte përsëri të dilte, i hidhej përsëri guri në gojë dhe ai kthehej përsëri në vendin e mëparshëm. Thash, kush janë këta? Më thanë, vazhdo. U nisëm dhe arritëm, vazhduam të një njeri me pamje shumë të shëmtuar. Të dikusht, me pamje shumë të shëmtuar, pra një zjarri që e ndizte dhe sillej rreth tij, pra kujdese për zjarrin. Thash, kush është ky? Më thanë, vazhdo. Pastaj përmend vazhdimin e hadithit profeti alayhi salatu selam, por ne përmendim pjesën që ka lidhje me temën. Dhe vjen pjesa e hadithit ku i jepet përgjigja profetit alayhi salatu selam për pyetjet e mëparshme, për gjendjen dhe personat që i pa në vuajtje dhe dënime të ndryshme. Thot, njeriu që i çaj koka është ai që e lexonte Kur'anin dhe flinte ndaj namazit farz. Siç mund të jetë për shembull namazi i sabahut. Pra ky e lexonte Kur'anin, e dinte Kur'anin, i dinte urdhëresat në Kur'an, sidomos për çështjet e namazeve që falen kohën e tyre, por megjithatë flinte gjumë dhe i falte jashtë kohës. Ai që i çaj fytyra është ai që del nga shtëpia dhe përhap gënjeshtrat që arrin anën mban. Dhe sa ky lloj gjunafi shumë i lehtë bëhet. Me anë të një shtrimi, qoftë edhe vetëm një rresht, por që është nga fillimi i fund gënjeshtër, arrin ta çosh në çdo cep të botës nëpërmjet rrjeteve sociale. Pra nëse deri dje duhet kohë dhe duhet grup persona që ta përhapnin një gënjeshtër të tillë, sot mjafton vetëm një person dhe gënjeshtra mërdhen. Dhe ka nga llojet e gënjeshtrave që sjellin devijime në fe, siç janë hadithet e trilluara. Apo hapin panik ndërmjet njerëzve. Apo i largojnë njerëzit nga hajri dhe besueshmëria midis tyre e tjerë. Pra ky është ai që i shqyhej fytyra, i shqyhej hunda, i shqyhej syri dhe kështu vazhdonte. Ndërsa burrat dhe gratë lakuriq janë imoralët. Allahu na ruaj nga imoraliteti. Dhe ky është një gjunaf shumë i rrezikshëm. Sepse nefsi të shtyn fort. Dhe në një shoqëri kur ky gjunaf jo vetëm që nuk ndëshkohet, jo vetëm që nuk përbuzet, por shihet si modernitet dhe është i lehtë të kryhet, lind detyrë për besimtarin që t'i kërkojë mbrojtje të fortë Allahut. Mos mendoj se s'mund të arrijë unë kurrë në atë gjunaf. Subhanallah. S'mund të ndodh kurrë me mua. Mund të ndodh. Allahu na ruaj. I ka ndodh burrave më të mirë se ne, në dituri dhe në besim. Prandaj kërkojmë mbrojtje Allahut. Ky lloj gjunafi, moraliteti në të shoqëri është bërë shumë i lehtë për të bërë. Allahu na ruaj. Prandaj edhe mbrojtja nga Allahu duhet jetë më e madhe, por edhe ruajtja nga sebepet që të çojnë në një gjunah të tillë duhet jetë shumë e madhe dhe besimtari duhet jetë shumë vigjilent.
dhe shumë i rrept me nefsin e tij, të mos toleroj. Ndërsa ai që notonte në lum dhe i hudhe i goditi me gur në gojë, është ai i cili e hante kamatën. Apo siç i thon ndryshe me fjalë të bukura, kredi e butë. Ai mund të jetë kredi e butë, por dënimi është i fortë. Edhe një lek, apo gjys lekë, të jetë më tepër se borxhi që merret është kamat. Le ta quajnë si den ata. Kredi e butë, fajde e tjerë, haram nga haramet më të mëdha dhe më të rrezikshme. Ndërsa ai i shëmtuari pranë zjarrit, që e ndiste e mbante ndezur, është Maliku, rojtari i xhehenemit. Ja Malik, li yaqdi alejna rabbuk. Kur banorët e xhehenemit i thonë, o Malik, kërkoj Zotit ton, na japi përfundim. Pra vdesim tamam, që të shpëtojmë nga ky dënim. Çfarë do të thotë atyre? Heshni, ju në të do të jeni për gjithmonë. Pra shihni. Dhe dënimi banorëve të xhehenemit sa vjen e ushtohet, pra nuk kanë një nivel të njëjtë dënimi nga fillimi i fund. Jo, krop pas kroje ushtohet dënimi. Përvëllimi i zjarrit. Allahu na ruaj. Dhe pra çfarë tregon ky hadith? Hadithi tregon se përveç nderimeve nga ana e Allahut subhanahu wa taala për besimtarët në varësi të gradave, kategorive, por do të ketë edhe besimtar që edhe pse janë falur, edhe pse kanë besuar Allahun me tauhid, por kanë vepruar me vetdije dhe s'kan hequr dorë nga disa gjunahe të mëdha që do të jenë shkak të privohen nga ky nderim dhe ky shpërblim në jetën e barzahut. Allahu na ruaj. Ky është edhe mësimi apo tema e fundit rreth vdekjes. Temat e mëparshme mund t'i gjeni në YouTube. Elusim Allahun subhanahu wa taala na japi neve përqendrim në fenë e tij, na japi neve përfundim të mirë, na shpërblej dhe të na nderoj me ato shpërblime dhe nderime që vetëm ai i bën, Zoti Bujar, të na ruaj nga çdo gjuna dhe nga çdo fjalë dhe vepër që nuk është në kënaqësinë e tij dhe na pengon neve nga shpërblime dhe nderime të tilla. Wa subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.